Burri me këmishë të bardhë dhe kollare erdhi nga Amerika për të atakuar në Junik këtë uniformuar që me pushtë në dorë po e mbronte Kosovën. Janë këta Richard Holbrooke dhe Hajdin Abazi, dy njerëz që më 24 qershor 1998 i dhanë formë njohje zyrtare të ushtrisë lirimtare të Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E pikërisht në këtë 28 vjetor të takimit historik, Abazi që në atë botë njihej me nofkën Lum Rexhepi, i foli Kosova Presit duke rikujtuar se ishte pikërisht shtabi lokal i UÇK-s që i kishte deleguar atë dhe shehun si përfaqësues për komunikim me publikun dhe të gjithë ata që vinin nga jashtë për të vizituar në Junik ose për t'i kontaktuar. Zoti Holbrooke kishte ardhur me një mision të veçantë. Ai kishte ardhur për ta legalizuar luftën e drejtë lirimtare të popullit shqiptar. Për ta legalizuar në opinionin ndërkombëtar duke u takuar zyrtarisht dhe publikisht me uniformat, me njerëzit që ishin uniformat të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e që rastësisht e qelluam unë dhe Ganishehu. Ne kemi qenë të papërgatitur, nuk kemi pas ndonjë paralajmërim paraprakisht, por para se të vinte zoti Holbrooke, kishte dërguar emisaret e tij që merreshin vesh e pranojmë apo jo, dhe natyrisht do të ishte çmenduri të refuzohej takimi i tij, kur kishin prit me vite, dekada që Amerika ta kthente vëmendjen kanë dhe kështu edhe perëndimi. Abazi kujton se emisari special i Shteteve të Bashkuara i solli 2 mesazhe gjatë takimit me përfaqësuesit e UÇK-s, por cili ishte i pari? Një, po që se ju do të pranonin ndihma nga vendet e lindjes dhe konkretisht e përmendi Iranin, atëherë ju mund të fitoni ndonjë betejë, por do ta humbni luftën sepse perëndimi nuk do t'ju përkrahë. Ndërsa po që se ju do të koordinoheni, bashkërendoheni me State Departmentin Amerikan. Edhe nëse i humbni gjitha betejat, luftën do ta fitoni. Natyrisht kjo ishte diçka që as ëndër s'kishim mund ta shihnim se do të vijë një kohë kur Amerika do të na e thoshte tek te. Dhe natyrisht unë i premtova se lufta jonë është luftë lirimtare, nuk ka të bëjë asgjë me religionin, nuk ka të bëjë asgjë me lindjen, po ka të bëjë me vlerat demokratike dhe me vlerat tona kombëtare. Ndërsa mesazhi i dytë ishte mjaft simbolik dhe u dha nga Holbrooke krejt në fund të takimit. Dhe e dyta që ai në fund dhe tha pas gjithë atij debati ishte se unë përmbaja automatikun kështu, ai me dy gishta e preku tytën automatikut edhe tha: "Bëhuni fort pas kësaj, se vetëm gjuhën e kësaj e merr vesh Miloševiqi." Kështu kaloi për te diplomacisë dhe u dha një mesazh i qartë që vetëm lufta lirimtare mund të ta çojë Kosovën drejt fitores dhe pastaj rrjedhoja të dim se si ndodhi, erdhi edhe intervenimi i NATO-s. Është e vërteta, pritshmëri konkrete kanë lind gjatë bashkëbisedimit aty kur ndër të tjera Holbrooke kërkoi që ta bënim një marrëveshje paqësore për ta ndërprerë përkohësisht luftën ose luftimet, që t'ja bënin të mundur forcave serbe të kalonin përmes Junikut për të shku në zonat kufitare që të furnizonin ushtrinë e tyre atje. Dhe unë atëherë thash se po që se kjo do të pranohet, ne kush na garanton që serbët duke shkuar me autoblinda ande nuk do të ndolen të hapin dyert dhe të fillojnë të na sulmojnë ne. Që bëhet kjo, propozova tash, ne do ta pranojmë këtë, po që se vinë forcat amerikane dhe e garantojnë kalimin e tyre përmes Junikut. Kjo ishte një veprim taktik po edhe strategjik për të thonë Amerikës që vetëm ardhja juaj na jep neve siguri. Dhe ai tha se në këto rrethona kjo nuk mund të bëhet, por në të ardhmen do të shohim se si do zhvillohen ngjarjet. Dhe unë mund të them se pritjet e mia prej asaj që ka thonë Holbrooke janë realizuar 100%. Ai aty kur e preku tytën e Kallashit që të tregova, thot se Kosova do të bëhet shtet vetëm po që se do të bashkërendoheni me State Departmentin Amerikan. Pikërisht në kohën kur u takua me Holbrooke, Abazi ishte njohur me pseudonimin Lum Haxhiu, të cilin tha se ja kishte dhënë komandanti Ramush Haradinaj, por edhe një banor i zonës. Kur unë kom hyrë në Kosovë në vitin 1998, ka qenë muaj fundi i majit,
në të vërtet fillim, në herë kom hyrë në mars, po u pata plagos, pastaj jam shërua dhe kom hyrë prap në fillim të qershorit dhe u vendosëm në Jonik. Në Jonikut shkuam në Glogjan të shtabi i zonës aty dhe me qenë sone vija nga komuna e Ferizajt, ku ende nuk ishte filluar zyrtarisht lufta, atëherë komandanti i zonës, zoti Ramush Haradinaj, më tha se prej nga vjej tërgova, atëherë s'ka filluar lufta atje, tha të kia atje fare pese to për me mbrojt ata dosh me u prezentu me pseudonim dhe ma vuri, tha ta shetutje do t'jesh lume. Një pas kësaj ishëm në Dobrosh, në një fshat afër Jonikut, një mbromje duke nejt dhe një burr i moshuar aty po më pyet sa prej nga jetë bre djalë. Lëmë tha që shekim bjamlin, do të përmes në bjamlit më ngirën nga janë. Edhe u kthevon po e pës të zotin e shtëpisë që e kisha në krahun e gjatë, thash, si e kim bjamlin, tha Haxhiju. Haxhija bilaj tha. Edhe po i thonë thash, Haxhiju. Tha ti je, ai lum Haxhija, tha, po ti thash dosh në orë, tha se ti je vetë me djallë, se një vllota kanë pas vro. E lidhi me një që ai menton të thonë jo maj, ajde, edhe prej aty tani mbeti emri kështu lum Haxhiju. Edhe është duk kështu si emër që edhe mbi emër i vërtet, sepse u lidh me regionin atë. Pas Holbrook, kontaktet me UQK-n pati vazhduar ndihmës së tij Kristofor Hill, që kishte shoqëruar edhe në këtë takim.